Sheshi i qytetit në Gostivar dje u shndrua në një hapësirë të ngrohtë solidariteti, humanizmi dhe gëzimi në kuadër të aktivitetit humanitar para vitit të ri të organizuar nga shoqata When in Trouble. Qytetarët patën mundësi të vizitojnë stendat ku ekspozuan punime artizanale dhe ëmbëlsira të përgatitura me përkushtim nga gratë e qytetit. Produktet ushiten për qëllime bamirësie, ndërsa të gjitha mjetet e mbledhura do të dedikohen për ndihmën e familjeve në nevojë dhe kategorive të tjera të rrezikuara sociale gjatë periudhës festive. Ngjarja u prit me interes të madh nga qytetarët, veçanërisht nga fëmijët, të cilët së bashku me prindërit e tyre përzgjodhen zbukurime të ndryshme dhe kontribuan me donacione, duke e bërë këtë aktivitet edhe më domethënës. Ovakvi nastani organizirame poveće, vo teko na godinata, poveće godini postojme. Organizime të kësaj natyre ne bëjmë gjatë gjithë vitit, kjo me qëllim të mbledhjes së mjeteve financiare për familjet e varfëra, fëmijët me nevoja të veçanta dhe kategoritë të tjera të ndjeshme. Sot po ofrojmë zbukurime dhe ëmbëlsira, ndërsa të ardhurat do të përdoren për qëllime humanitare. Ndërkaq përmes muzikës dhe atmosferës festive, synojmë të sjellim gjallëri në qytet dhe të gëzojmë më të vegjëlit, u shpreh Antonio Burevski nga shoqata When in Trouble. Nga shoqata njoftojnë se edhe gjatë ditëve në vijim do të vazhdojnë me aktivitetet tradicionale para vitit të ri, duke shpërndar pako festive për fëmijët nga kategoritë të rrezikuara, si dhe për fëmijët e shtruar në repartin pediatrik të Spitalit të Gostivarit.